Partia opozitare Demokracia e Re ka paralajmëruar protesta para parlamentit, pasi mazhoranca nuk i ka pranuar vërejtjet e tyre ndaj ligjit për regjistrimin e popullsisë. Deputetët e DR-s këto paralajmërime i bën duke e lëshuar seancën e Komisionit për Sistem Politik në shenjë revolte nga sjellja e mazhorancës. Ne do ta lëshojmë këtë dhe do të shifemi përpara parlamentit bashkë me popullin që ta ndigjoni ata që se kanë ndigjuar debat publik, a pajtohen shqiptarët me këtë lloj regjistrimi apo nuk pajtohen. Paraprakisht deputetja Flora Kadriu kërkoi që regjistrimi i ardhshëm i popullsisë të mos realizohet në muajin prill, por në muajin korrekt të vitit të ardhshëm. Duhet të pranojmë se në Republikën e Maqedonisë qytetarët janë në shtëpi në periudhën e verës, edhe atë në periudhën e korrikut, gushtit, pikërisht në atë periudhë. Këto qytetarë janë më të kapshëm dhe më të afërt për komunikim. Për shkak të numrit të vogël të shqiptarëve në entin shtetëror të statistikave, vërejtja ndaj procesit të regjistrimit ka shprehur edhe Partia Demokratike Shqiptare e Menduh Thaçit. Kjo parti madje ka paralajmëruar se do t'i ftojë shqiptarët ta bojkotojnë regjistrimin nëse nuk përmirësohet dukshëm përfaqësimi i shqiptarëve në këtë institucion. Dilemave të opozitës shqiptare ndaj regjistrimit së fundmi është bashkangjitur edhe Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila po ashtu ka propozuar 5 amandamente ndaj propozim ligjit. Nga Shkupi për TV Klan, Ihsan Saliu.